Avokate, ndërmjetëse ligjore, Eni Çobani është gati për t'u rrethuar. Mirë se erdhët për të rrethuar. Kënaqësi, privilegj që ju kam juve sot përballë. Do t'jemi në tre, unë me Moza Picari dhe me Nade Zaimi. Në këtë raund të parë do të nisim me pyetjet për jetën publike të Eni Çobanit. Që në jetën publike unë nuk di ta nis me juriste, avokate, ndërmjetësuese së fundmi, grua ekrani, jeta akademike. Nga do t'ja niste Eni, në rast të niste rrëfimin e jetës? Po unë do të thoja që së pari juriste, sepse faktikisht diploma ime është si juriste, më pas sigurisht titujt e tjerë vijojnë pikërisht mbi diplomën time, kështu që do kisha kënaqësi të më thoshit juristja Eni Çobani. Juristja Eni Çobani, e cila po nis nga fundi në fillim, për publikun tashmë është bërë e njohur edhe si ndërmjetësuese. Sa e vështirë është të bësh ndërmjetësuesin në Shqipëri, pavarësisht se ka një kod penal që e parashikon një gjë tillë. Të them të drejtën, licenca e ndërmjetësimit është e fundit që unë kam marrë në një sër diplomimesh edhe titujsh. Dhe sigurisht që kjo e fundit rezultoi që ishte gati më e rëndësishme nga të tjerat. Pasi u desh shumë në shoqërinë shqiptare, u ndoq shumë nga një pjesë e atyre të cilët kanë problematika, për mua ka kënaqësinë sepse kam gjetur veten, komunikoj hapur në mënyrë transparente me të gjithë ata që kanë probleme pafund dhe që them të drejtën kanë gjetur një dritare në cilën din të trokasin, pas asaj dere din që do gjenë një njeri, dhe më pas ju pëlqen komunikimi, ju pëlqen zgjidhja, mbi të gjitha komunikojnë me njëri tjetrin. Komunikimi që më sa duket është problemi kryesor në këtë vend, dhe ndërmjetësimi ka ardhur si një dritare ku mund të komunikojnë të dy palët, edhe shkëmbin ajër dhe oksigjen. Patjetër. Mirë po, për të bërë ndërmjetësuesin, përpos aftësive si juriste, kërkohen edhe aftësi, ndoshta psikoanalisti. Eni avokate juriste, me Enin grua, brenda rasteve që trajtojnë, a luftojnë me njëri tjetrin? Po, patjetër që po. Në fakt, njerëzit mendojnë që Eni është shumë e akullt përpara të gjithë problematikave. Në fakt e kam thënë edhe në raste të tjera, por këtu po e theksoj meqense ju më drejtuat një pyetje të tillë. Në fakt jam avokate, ndërmjetëse, psikologe në disa raste, sepse në shumicën e rasteve, rastet që vinë janë familjare, kështu që të duhet që ti të shikosh brenda protagonistëve çfarë vërtet ka sjell, domethënë shkaku që ka sjell pasojën, divorcin, prishjen e familjes, prishjen e ekuilibrit. Duke qenë se ka një ndjeshmëri të dyfishtë edhe si grua dhe si nën. Patjetër. Ligji shpeshherë, ligji vë drejtësi, por shpeshherë ka një implikim ndjesor i cili të çon tek e kundërta e saj. Si ja bën për shembull, flasim troç, ka një rast konkret në cilin edhe je penduar në fund. Okej, ligji kështu e zgjidhi, po brenda vetes tënde ka luftuar fort njeriu. Po patjetër ka raste në të cilat njeriu vërtet që lufton me vetveten, por ligji është ai që është dhe ti duhet ta zbatosh dhe ta praktikosh dhe ti interpretosh mbi të gjitha vërtet ashtu fjalë për fjalë sikundër ti e lexon. Rasti më i vështirë, cili ka qenë? Rasti më i vështirë më duket se po vjen. Shihemi në rrethuar, Eni. Mirëmbrëma, Moza, kënaqësi. Eni, si vendosët ta braktisni punën në administratë? Në gjykatën e lartë, keni filluar në Ministrinë e Drejtësisë, në gjykatën e lartë, këshilltare, çfarë nuk shkoi midis jush dhe sistemit të drejtësisë që përfaqësohet nga shteti? Më vjen mirë që më pyet po një femër për këtë problem, sepse zakonisht më kanë pyetur meshkuj. Kështu që më duket se edhe në këto raste pjesa e cila ishte përballë meje nuk u shkput dot nga Eni femër. Pra, ne femrat realisht duhet pranojmë që në administratën shqiptare ku ka shumë burra, neve ndihemi her pas here nga ndonjëherë edhe pak të diskriminuara. Kështu që unë kam qenë një nga ato raste në të cilat sigurisht kam ndier peshën e këtyre burrave, të një lloj padrejtësie në thonjza, të them të drejtën, por sot në fund të gjithë kësaj praktike dhe eksperience të gjatë që kam brenda profesionit tim dhe që kam pasur privilegjin e madh të kem pozicione shumë të larta në drejtësinë shqiptare,
dhe ndoshta kjo më ka bërë që t'jem kjo që jam sot, mua mbi të gjitha më kanë bërë shumë të fortë. Kështu që i falenderoj të gjithë ata të cilët janë munduar sistemin e drejtësisë e qartë që të ka bërë më të fortë. Cili ka qenë momenti më i vështirë? Si avokate, avokatura e shtetit pranë gjykatës lartë? Jo, momenti i fundit në fakt që unë jam larguar përfundimisht nga pjesa e administratës ka qenë gjykata e lartë. Unë jam një këshilltare e parë e kryetarit të gjykatës lartë dhe sigurisht që vija nga një përvojë shumë e hidhur e largimit nga sekretare e përgjithshme. Unë jam për fatin tim të mirë, por edhe të keq në thonjza, jam sekretarja e parë e përgjithshme e Ministrisë Drejtësisë, kështu që dashur pa dashur do të ngelem disi në atë historikun e vogël të Ministrisë Drejtësisë, vija nga jo eksperiencë, u futa në gjykatën e lartë, të them të drejtën mbas asaj, meqense vajta pranë avokaturës shtetit dhe qëndrova jo gjatë, vendosa që të largohem për një kohë dhe më duket që kjo koha po vazhdon gjatë. Eni, dhoma e ndërmjetësimit e ngritur së fundi me iniciativën e Ministrisë së Drejtësisë, çfarë pritet në këndvështrimin tuaj të sjellë sistemi të drejtësisë, çështjeve gjyqësore, si pritet ta lehtësoj ai sistemin gjyqësor nga zvarritjet, pra një marrëveshje arritur pa shkuar në gjyq është më pak kosto, më pak energji dhe më shumë qytetari. Dhoma kombëtare e ndërmjetësimit është akoma shumë herët për të folur për rolin e saj. Që në hapat e parë pati mosmarrëveshje për vete. Shtatkorik. E ndërtuar për të ndërmjetësuar mosmarrëveshjet, ajo u përfshin në mosmarrëveshje të thella për vete. Dhe ju besoj që jeni bërë dëshmimtar të saj. Me keqardhje unë them që ne jemi sot ndërmjetës, por në fakt dhoma jonë e ndërmjetësimit ka konflikte shumë të ndaja mes nesh. A funksionon ndërmjetësimi individual qytetar si Eni Çobani? Personalisht po. Mirëmbrëma e dashur. Kënaqësi. Gjithashtu. Zënia Çobani, ju thatë pak më parë që gjetët veten tek ndërmjetësimi. Mos ndoshta kjo ka të bëjë me faktin se ju e doni po aq shumë edhe ekranin. Një gjë që e keni pranuar, kam përshtypjen. Po, tani ca gjëra unë i besoj shumë fatit. Dhe sigurisht që jo gjithçka ja besoj fatit, por një pjesë e jetës tonë në fakt është fat. Kështu që dashur pa dashur që në vitin 2000, ekrani është bërë pjesa e jetës time, me ulje dhe me zbritjet e veta në faktin që sa prezent kam qenë, por gjithmonë kam qenë prezent, dhe së fundi sigurisht në një mënyrë më intensive dhe aktive, ndonjëherë në javë unë jam në një ekran televiziv, dhe them që ekrani tani është bërë bota ime dhe ndjej veten mirë brenda saj. A mund të themi që ju në të gjitha rastet e keni përdorur, le të themi, profesionin tuaj vetëm për të qenë në ekran? Me çdo kusht në ekran? Nuk besoj. Nuk besoj sepse nuk ka rezultuar e tillë. Vetë pjesëmarrja ime në nivelet larta të administratës sistemit drejtësisë, ose qenia ime shumë aktive pranë Universitetit Tiranës, pikërisht Fakultetin e Drejtësisë, jo vetëm ato shtetëror, por dhe privat, qenia ime pranë gjykatave si avokate, besoj që kjo nuk lë vend që unë të kem përdorur profesionin për të qenë brenda medias apo televizionit. Jo, kam parasysh këtu që keni testuar dhe kuzhinën për shembull. Kam testuar dhe kuzhinën, patjetër, sepse rezultoi që i vut flak. Patjetër. Edhe ajo ishte një eksperiencë e shkurtër në fakt, por shumë e këndshme. Dhe mendova që pse jo, unë me natyrën shumë komunikative që kam, thoja që edhe në këtë pjesë ndoshta do të isha shumë më afër publikut në një kënd dhe në një rubrikë e cila më e lehtë se sa profesioni im. Në fund të ditës, ju do juve më shumë ekrani apo e doni ju më shumë ekrani? Unë them që shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin dhe nuk dalloj të tilla kush më shumë apo kush më pak. Po të shohim nga pamja, është ndihem mirë. Thelbësisht. Ndihem mirë. Zënia Çobani, le të kthehemi te sistemi i drejtësisë, edhe ju thatë që keni qenë një ndër ato gra që le të themi viktim e këtij sistemi. Si po funksionon sistemi aktualisht? Nuk do më pëlqente viktim. Unë kam qenë një pjesë aktive sistemi i drejtësisë. Sigurisht që të gjithë jemi në profesionet tona nga pak viktima për kam mësuar sigurisht zhgënjimet e mia që them janë të pa evitueshme brenda një profesioni, por në ana tjetër Menada më lër të them që kam qenë shumë e privilegjuar dhe kam ndier vetëm vërtet me fat që në një moshë fare të re unë kam pasur eksperjenca të jashtëzakonshme. Kështu që unë them që janë pjesë e fatit të jetës së një njeriu dhe unë do t'i thoja që kanë qenë pjesë e rritjes time në profesion. Po sot sistemi
po funksionon, sistemi- apo po disfunksionon për shkak të përzgjedhjes dhe të njerëzve jo të duhur? Sistemi i drejtësisë në fakt me nata sot po kalon një tranzicion shumë të vështirë, e them që është një krizë. Për të korrigjuar nga pak veten dhe koleget, flasim me ti në këtë intervistë sepse distanca është e tillë. Është kënaqësi. Po të respektonim distancën, Kënaqësi. po është, me ti do të vijojmë. Eni Çobani, më ka bërë përshtypje sepse ju jeni dëshmi edhe një argumenti shkencor, statistikor të mbështetur në të, që gratë dinë të dëgjojnë më mirë, dinë të bëjnë kompromise në emër të përparimit, dinë të japin konsensus. Si ka mundësi që kjo gjë për shembull nuk është përkthyer nga gratë vendimarrëse në këtë vend? Ose ato që janë të njohura publikisht. Të them të drejtën, kontributet e grave në këtë shoqëri në të cilën neve jetojmë janë të shumta, në fakt, por jo shumë të përfillshme. Kështu që mua më vjen keq në fakt që ka gra që luftojnë në përditshmërinë e tyre për të bërë mirë, për të sjellë pozitivitet, për të sjellë kontribute të jashtëzakonshme, por që ndoshta shumë prej tyre ne nuk i njohim sot. Por ato që njohim, Por ato çuditërisht që ndoshta njohim, sepse bëjnë dhe këtë pikërisht, luftë, kanë një shfaqje publike. Ka një shfaqje publike ndoshta jo në ato nivele që ne do të kërkonim që ato të na përfaqësonin. Dhe ndoshta thirrja jonë e vazhdueshme ndaj tyre do të ishte që na përfaqësoni më mirë, jeni ato që në fakt besojmë që ju do të jeni në të vërtetë, mos u futni shumë në botën e politikës maskiliste, e cila i përthith më duket. Edhe këto pak Ndoshta femra, sepse suksesin burrat e përjetojnë më mirë se sa gratë. Në çfarë sensi? Suksesi një burr e bën të admirueshëm nga masa. Një grua të suksesshme sikur e paragjykojnë më shumë. Në rastin kjo është tuaj e për vërtet, shembull, po, kjo është e me vërtet. suksesin ju është rritur paragjykimi. Besoj që po. Kritika. Kritika, padyshim, sugjerimet, këshillimet që marr edhe nga miq, që sigurisht unë i marr për mirë gjithmonë, por nga ana tjetër është e vërtetë që suksesi i grave nuk shikohet me mënyrën pozitive si kundër një suksesi i burrave. Por më duket se ka ardhur koha që bashkë me gratë të tjera, faleminderit që ju më trajtoni si një të tillë, ne t'i themi shoqërisë shqiptare që ka burra, po ka dhe gra. Po burrat ta marrin vesh, ta marrim ne vesh gratë me njëra tjetrën, se këtu është problemi. Brenda llojit ndonjëherë bëhet vetëm më e vështirë. Besoj që do të vijë ai. Dhe kjo, E një përshëndetje në këtë raund të dytë. Dhe duket në fakt se ka një burr që e ka kuptuar këtë dhe ky është kryeministri Edi Rama. Si e shikon për zgjedhjen e mjaft të grave? Atëherë po i drejtohem burrit të cilit ju përzgjodhët, se unë mendova për një burr tjetër, të them sinqerisht, por megjithatë, për sa i përket burrit që ju më thatë, unë nuk kam një eksperiencë dhe praktik personale me të, por si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si një operatore sistemi drejtësisë, Ai zgjedh gjithmonë të punoj me gra. unë shikoj që ai ka një përzgjedhje dhe një tendencë për të zgjedhur gra, por unë do të uroja që në këtë zgjedhje të grave që ai bën, që të mos ishte imponues. Komisioni kthimi pronave, dogana, tatime, Të këshilltare. ishte po kaq dëgjues dhe komunikativ ndaj ideve të tyre të vërteta dhe jo imponues me politikat e tij. Unë këtë do të uroja edhe për kryeministrin. E dini që ka ndodhur kjo Unë që ja them uroni? që një pjesë të grave që njoh, që janë sot përfaqësuese të qeverisë shqiptare, them që hera herës i shikoj ato që nuk flasin me lirshmërinë e para 23 qershorit. Ky ndoshta është detyrim politik, Mos është apo është defekti detyrim i qeverisjes, është defekti i kryeministrit, është defekti i mbushjes me duhet të jesh në përgjegjësi. atë karige E që të qartë. kuptosh që E pse qartë. ndodh kjo gjë. Eni, si është sot shkolla që përgatit të ardhmen e drejtësisë shqiptare? Arsimi, them unë, është një nga defektet më të forta të shoqërisë shqiptare, e cila është agravuar me kalimin e viteve. Ne kemi realisht një mungesë të një rritje të pjesës akademike dhe të arsimit në Shqipëri. Unë vetë personalisht vazhdoj të jap kontributin tim modest për sa i përket Fakultetit Drejtësisë, por dua të them me bindje që ka ardhur momenti që ne realisht duhet i vëmë pikat mbi i, ku janë problemet e vërteta dhe arsimi është njëri prej tyre. A është dhe drejtësia sot problemi më i madh i shoqërisë shqiptare? Besoj që po. Edhe drejtësia po vuan shumë. Ju e thatë, drejtësia po vuan shumë edhe nga korrupsioni po vuan. Dhe Unë them që kjo ka po të bëjë me vuan- njerëzit të cilët zgjidhen. Sigurisht. Unë them që sistemi drejtësisë në fillim po lëngon nga individi.
Pra, sistemin dhe çfarë do lloj gjë tjetër, institucionet, shteti në vetvete e përbën individi e nderuar. Dhe në qoftë se ke një individ të paformuar, ky individi do shpërbëj dhe çorodis të gjithë sistemin në cilin ai punon dhe beson që jep kontribute. Si zgjidhet kjo? Atëherë kur politika të heqë dorë nga mundësitë që ka ajo për të zgjedhur Unë them që sistemi i drejtësisë ka nevojë për një reformim radikal, për sa i përket përzgjedhjes individëve, të cilët janë përfaqësues të sistemit, mund të themi dhe operatorët kundrejt tyre, që janë avokatët dhe të gjithë elementët e tjerë që sjellin bërjen e një sistemi drejtësisë, pra nuk janë vetëm gjyqtarët dhe prokurorët. Përballë tyre duhet dini që ka avokat, ka noter, por mbi të gjitha ka qytetar. Dhe qytetari sot është i bindur që për të marrë drejtësi duhet bërë korrupsion. Sa të aftë do t'jemi ne në të ardhmen që të heqim këtë mentalitet nga qytetarët. Nuk paguhet për një shërbim për të cilin njerëzit kanë detyrimin që ta japin. Do të kemi parasysh që qytetari mund të ketë edhe një nivel të caktuar edukimi. Ndërkohë dim që njerëzit e drejtësisë e dashur dalin nga kjo shoqëri. Kështu që shoqëria nuk mund të themi që është ky nivel apo ai nivel. Shoqëria duhet rritet e tëra në një nivel të caktuar për të kuptuar njëri tjetrin. Pra, qytetarët të cilët nëse bën ata barrikada e parë, sigurisht dhe qytetarët nuk kanë ku patjetër, por unë do t'i kthesha përsëri asaj pyetjes që mu bë më parë, arsimi. Ku është arsimi shqiptar? Pra, duhet filluar një reformë radikale që nga kopshtet dhe deri atje ku ne pretendojmë te sistemi i drejtësisë. Sa përgjegjësi kanë pedagogët në cilësinë e këtij arsimi? Pikërisht, pedagogët janë ata të cilët duhet japin modelin më të mirë kundrejt qytetarit. Zyshemi në temperaturën e duhur të zërit, në diksionin e duhur, dallohet që komunikimi është arma juaj më e mirë. Në këtë raund, për 1 minutë, përgjigjet do të jenë po ose jo, e vërtet ose e gabuar. Enin Çobani, tashmë që jeni dhe personazh televiziv, keni kuptuar që për hir të audiencës, ndonjëherë edhe pak picki me manipulim do duhet bërë. Jo. Edhe kur ndodh që televizioni për natyrën e tij mund të kërkoj kompromise shumë të forta, sepse ajo që kërkon televizioni nuk shkon paralelisht me deontologjin profesionale. Për fatin tim të mas më ka ndodhur asnjëherë. Është e vërtet që keni kaluar net pa gjumë për një lloj verdikti në thonjse, sepse aty ndërmjetësim kemi të bëjmë, më të kishte dashur të ishte ndryshe. Jo, kam qëndruar net të tëra pa gjumë, sepse kam menduar që zgjidhja duhet jetë e duhur dhe besoj që e kam bërë të duhur. Por një ditë ndoshta kjo histori me televizionin do të mbaroj, ju bezdis ideja? Jo, s'pak. Dhe gjithsesi, nga vetëm një gjë nga e cila ju nuk do të hiqni dorë, do të jetë jeta akademike. Patjetër. Çfarëdo që të thotë. Patjetër. Eni, është e vërtet që studentët e kanë frikë dhe e pëlqejnë buzëqeshjen tuaj? Po, mund të them që tashti atë e duan të gjithë. Jo vetëm studentët e mi, por edhe që nga qytetari më i thjeshtë, dhe them që është një nga gjërat më pozitive që unë mund t'ju dhuroj njerëzve atë buzëqeshje. E vërtet që sot drejtësia është zhytur në një kolaps nga e cila nuk do mund të dalë për një kohë të gjatë? Nuk do doja të isha kaq pesimiste, natyrën time në fakt e sundojnë notat e optimizmit, pavarësisht që unë realitetin e shikoj në sy, realiteti është ky që shikojmë të gjithë, që prekim të tërë, por meqense unë jam pjesë e saj, mund të them që vërtet që është në një kolaps dhe ne duhet japim kontributin të tërë për ta përmirësuar atë. E vërtet që ka nevojë për një reformë në mënyrën se si zgjidhen gjyqtarët? Realisht. Aty do të besoj do të fillonte reforma e parë, për zgjedhja e gjyqtarëve. E vërtet që pas televizionit do kërkoni sërish një televizion? Jo. A është e vërtet që pjesa më e madhe e njerëzve që vinë te ky për të ndërmjetësuar janë aktorë dhe nuk janë qytetarë? Jo. A është e vërtet se keni marrë kërcënime nga njerëz që janë përfshirë në ndërmjetësim për t'i dhënë këtë apo atë zgjidhje që ata do dëshironin? Vetëm kënaqësi, satisfaksion, lumturi në çdo moment nga përqafime dhe dashuria e pafund që njerëzit më japin për ditë. A është e vërtet se ju jeni një ndër pedagogët më të rrepta që ka Fakulteti i Drejtësisë? Shu thonë, unë nuk e ndjej të tillë veten,
përveç faktit që jam treguar gjithmonë kërkuese dhe studentëve të mi. Dhe është e vërtet që inatin kryesor e keni me meshkuj? Jo. Po vjen keq që është keq kuptuar fakti për cilin unë më ndodh her pas here që të ndihmoj gratë në profesionin tim, por e kam është e vërtet ndërkohë që jeni bërë pishman për disa që mund të keni ngelur. Për student flisni? Student gjithmonë. Jo, nuk besoj që t'jem bërë pishman për vlerësimet e mia. Asnjë. Zëshemi nuk numërojnë sa vlerësime mund të keni dhënë për gjatë këtyre viteve tjetës akademike, dhe vlerësime keni marrë, sepse dhe studimet akademike, në rrethuar të duhet të merrni një notë. Unë do duhet ju jap vlerësimin për përgjigjet që keni dhënë për pyetjen për jetën publike. Teksa dëgjoja jap shumë të drejtë oprës, një grua që i bën drejtësi qenurit grua në gjithë botën, kur thotë që aftësia e vërtetë e njeriut qëndron të zgjedh të djeg urat e duhura për të kaluar ato më të mirat. Për aftësinë që keni treguar, të digjni të duhurat, por edhe për faktin tjetër, që pavarësisht se keni arritur majat, kënaqësinë na keni dhënë kur keni tentuar të ngjiteni. Faleminderit. 10. Faleminderit. Për guximin më shumë se 17 vjeçar, për të qenë Eni Çobani, ajo që jeni sot, që ju dashurojnë, ju duan, dhe mezi presin një buzëqeshje nga ju. 10. Faleminderit. Faleminderit, Moza. Unë në fakt nuk do guxoja kur një pedagoge e t'i vija më pak se 10. Do t'ishte shumë. Faleminderit, Nada. Qëndroni me ne, sepse kemi dhe raundin tuaj personal. Faleminderit. Duam t'ju njohim më shumë. Patjetër.